8 subjekte juridike, prej të cilave 3 importues më të mëdhenj të frutave dhe perimeve, morën ndalesë për punë për 15 ditë dhe gjoba në para për shkak të mos respektimit të vendimit të qeverisë për përkufizim të marzhave bruto dhe çmimeve. Në këto 8 kompani, 3 janë marketet më të vogla dhe një barnatore, thonë nga Inspektorati i Tregut, duke shtuar se importuesit e frutave dhe perimeve kishin marzha tepër të larta. Значи буквално од влегување на одреден производ на граница, па до рафт, просек да речеме 70% брутопрофитната маржа. Свесен сум дека сме мал пазар, меѓутоа 70% е многу. Por gjatë kontrollit të ISHT-s, te 356 tregtar me pakicë dhe 64 tregtar me shumicë, ku janë përfshirë rreth 1000 objekte për shitje me pakicë dhe shumicë, tregtar me shumicë dhe distributor, u konstatua se ka mos respektim të ligjeve për tregti dhe për mbrojtje të konsumatorëve të 36 subjekte juridike, ndërsa për 30 të tjerë janë duke u proceduar lëndët. A во вие 30 се појавуваат некои од големиве? Да, сите до е. Vendimi i qeverisë përfshin përkufizim të marzhave bruto të përfitimit. Sipas vendimit, produktet bazë si qumshti, buka, mielli tip 400 dhe 500, vezët, vaj gatimi dhe kosi janë me marzhë të kufizuar për 5%. Mishi dhe produktet e mishit, sheqeri, bulmeti, margarina, perimet dhe frutat e konservuara, fasulja, orizi, pastat janë me marzhë të kufizuar për 10%, ndërsa frutat dhe perimet e freskta, detergjentët, ushqimi për foshnjat, pelenat, sapunët, letra tualeti me marzhë prej 15%. Ky vendim vlen për mbi 1000 produkte dhe do të zgjas deri më 30 prill të vitit 2025. Qëllimi është që të ulen çmimet e produkteve bazë për rreth 10%.